wa shifa'u nafi'. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Kurani është ilaçi i dobishëm. Kurani është ilaç i dobishëm. Kurani është ilaç edhe për smundjet fizike edhe për smundjet shpirtërore. Edhe për smundjet që kanë të bëjnë me egjine, me sihire, me mësysha dhe kështu me radhë. S'ka ilaç më të mirë se ky Kur'an. Nuk ka ilaç më të mirë se ky Kur'an. Edhe besoni që ai i cili e ka provu e din. Ai i cili e ka provu e din. Edhe vallahi edhe për smundjet fizike, për do ikë smuje, sidomos për smundjet që kanë të bëjnë dhe kanë ndërlidhje të fortë, kanë ndërlidhje të fortë me qarkullimin e xhakit, që kanë ndërlidhje të fortë me nervozën e me stresin, vallahi ilaçin që këto e kanë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna shejtane yajri inda ibn Adam majra ad-dam. Thot shejtani qarkullon tek bita e Ademit në brendi ka enet e gjakit. Sa smundje janë si pasojë të gjakit. Ki marrë infektim në gjak, të ka hip leukocitat, ka zdrip leukocitat, të ka hip shtypja e zemrës, shtypja e gjakit, ajo ketë janë si pasojë e çytjeve dhe vezveseve të shejtanit. Kush e përzen më së miri shejtanin prej vujudit, përveç se këtij Kuranit? Vetëm me thonë t'ulish me zemër, me bindje t'ush, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkojmë mbrojtje prej Allahut, prej shejtanit të mallkum, që është i bom lanet. E Allah nëse të mbrojtë e rob, a ka vend shejtanin në vujudin tënd? Vallahi s'ka vend. S'ka vend, se s'dik as ka me hik. Ama na pyetje është problemi ose Kur'anin e kemi lënë mas shpine. E kemi harun. Kur'anin ja kemi lënë veç hoxhës në xhami. Kur vjen puna Kur'an, çe hoxha është? Çe taj? Vjen puna Kur'an, çe agafaz është? Ai taj, po kik s'ka zbrit veç për mua. S'ka zbrit vetëm për hafëzat. Ai ki thon vetës musliman, ti, edhe për ti, edhe për ti, edhe për ti ka zbrit. Krejt du të me pas në Kur'an, në dorë, në zemrë, në gjuhë, në krye, çdo kund, kudo që t'jemi. Na jetën tonë du që ta jetojmë me Kur'an. Du që ta kalojmë me Kur'an, nëse dojmë dhe kemi dëshirë që na t'jetojmë jetë të rahatshme. Edhe me iman, Kur'ani ta shton imanin, të banë ma musliman, ma takva, po çka edhe shëndetin ta përmirëson, të banë edhe ma çnosh, të banë edhe ma të fortë, të banë edhe karakter ma të shëndosh. 90% të smundjeve, që janë smundje psiqike dhe mentale, ilaçin e kanë me Kur'an. Vallahi, vet jam shahid, vet jam dëshmitar. Njerëz të cilët i ka lëshu spitali, të smund edhe në trup edhe në kry, vallahi me një faqe Kur'an janë ndryshu. Me një faqe Kur'an, vallahi, janë ndryshu, janë bo njerëz tjerë. Mas 10 minutave se kimi njoft njerin. Një faqe Kur'an. Paramendoj me a lexu surat al-Baqara. Paramendojni, ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me një shtëpi ku lexohet surat al-Baqara, në atë shtëpi s'ka vend për shejtan. S'ka vend për shejtan.